Premtimi kryesor i kreut Partisë Demokratike Sali Berisha në Imar ishte përfundimi i procesit kthimit pronave e pajisja banorëve të kësaj zone me certifikatat e pronësisë. Në një takim pjesë e cilit ishte edhe Fredi Beleri, Berisha deklaroi se prona e imariotëve nuk do të preket. Jam këtu për të zotuar para jush se qeveria e ardhshme pa prekshmërinë e pronës, rikthimin kompensimin e saj, pajisjen tuaj me dokumenta, të gjitha legalizimet dhe çdo gjë që keni, do t'i ketë përparësi absolute. Berisha akuzoi kryebashkiakun socialist i Imarës, Vangel Tavo, dhe kryeministrin Edi Rama se ka marrë prona në gjipe të cilat nuk i takojnë. I them Vangel Tavos, misioni yt, bravo, bravo. Ashtu është. E meriton plotësisht neverinë tuaj, sepse erdhi vetëm misionar i qëllimeve mafioze të Edi Ramës, i cili me familjen e tij don të plaçkis tokat e manastirit të Skutaras, don të plaçkis Gjipen. Edi Rama s'do ta gëzosh kurrë atë tokë. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për korrupsion e nga Imara u bëri apel qytetarëve që sa herë dëgjojnë batutat e liderit të mazhorancës të mendojnë për situatën e tyre ekonomike. Ftoj çdo nën, çdo motër, çdo zonjë, zonjushe, mos harroj se në kohë kur ju qeshni, ai ka futur dorën në xhepat tuaj, ai ka futur dorën në parat tuaja, ai ka futur dorën në tartë me five tuaj. Prandaj kujdes sa ju vjedh edhe kur ju buzëqeshni. Pas Imarës, Berisha takoi banorët e Borshit, të cilëve u shpjegoi programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore.